Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ejma'in. Falëndërimet dhe lavdërimet tona qofshin gjithmonë vetëm për Allahun xhalla shanuhu, atë e falënderojmë dhe prej tij falje kërkojmë. Falëndërimet të takojnë Allahut xhalla shanuhu për gjitha begatitë dhe mirësitë që na i ka dhënë, vazhdon të na jep dhe inshallah do të pason të na jep deri në ditën e gjykimit. Selamet tona, përshëndetjet tona qofshin mbi Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi sahabët, edhe mbi gjithë muslimanët që ndoqën rrugën e Allahut, që përcollën këtë mesazh, këtë Kur'an, gjenerat pas gjenerate deri tek ne. Dash Zoti, inshallah të jemi edhe ne prej atyre muslimanëve që fjalën e Allahut përcjellim edhe tek gjeneratat e reja deri në ditën e gjykimit. Të nderuar besimtar, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jemi në 10 ditëshin e fundit të muajit të Ramazanit, të muajit të Kur'anit, të muajit ibadetit, të muajit të agjerimit, solidaritetit, të humanitetit, të muajit më të cilin Allahu subhanahu wa ta'ala na ka veçu dhe na ka dallu prej ummeteve tjera. E ajo është muaji i Kur'anit, sepse në net prej netve Allahu dashti që për neve zgjedh dhe të përzgjedh një të dërguar, ai është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Bëjmë dua të Allahu subhanahu wa ta'ala që këto ditë të fundit të jenë ditë të solidaritetit, të humanitetit, të vllaznillëkut, të ibadetit dhe veprave më të cilat na ka mësu Allahu në Kur'an dhe na ka mësu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se si ne si besimtar këto ditë dhe ne të fundit të këtij muaji të madh t'i kalojmë ne. Allahu xhalla shanuhu dërgoi Kur'anin dhe porosit në të vetëm që neve të na rregulloj jetën në tokë. Për dallim prej popujve të mëhershëm, prej perandorëve të mëhershëm, të cilët nëse shohim në historinë njerëzore, shohim se perandoritë mëherët që kanë qenë si ajo bizantine, si perandoria romake, e perandorit shumëta nuk kishte barazi në mesin e njerëzve. Jetonin të pasurit me një luks të madh edhe të varfërit me një varfëri të skajshme. Për atë Allahu subhanahu wa ta'ala e dërgoi Muhamedin sallallahu alaihi wasallam që përmes Kur'anit ti barazoj shtresat. Sepse në kohën e këtyre perandorive, njerëzit e varfër detyroheshin të ndanin nga goja, të ndanin nga fëmijët e tyre, pasurinë e tyre, djersën e tyre, vetëm se të kënaqnin dhe të joshnin kënaqësitë e njerëzve të mëdhenj të pushtetit asaj kohës. Allahu xhalla shanuhu e dërgoi Muhamedin sallallahu alaihi wasallam që t'i thej këto tabu, t'i kthej këto mendime. Dhe përmes Kur'anit Allahu subhanahu wa ta'ala e bëri hisetar nevojtarin, miskinin, fukaran, ashtu siç përmenden disa kategoritë Kur'anit, hisetar në pasuninë e të pasurit. Të nderuar vëllezër muslimanë, thot Allahu xhalla shanuhu, shembulli i atij që shpërndan dhe jep pasurinë në emrin e Allahut është si një farë e mbjellur. Dhe nga ajo farë dalin 7 kallin, edhe çdo kallin i ka nga 100 kokra. Merreni me mend çfarë rëndësi, çfarë peshë Allahu subhanahu wa ta'ala i ka dhënë njeriut i cili
pasurinë e tij e shpenzon në rrugën e Allahut. Për një sadak të dhënë i ke dhet deri në 700 shpërblime. Për një sadak të dhënë e cila përmes kësaj sadake besimtari mundohet ta çon fjalën e Allahut në vend dhe nikosisht ta kthej gëzimin në syt e një nevojtarit, gjithsesi në syrin e fukaras. Në këto ditë fundit që ne po mundohemi bashkarisht, si hoxhallar, si Këshilli i Bashkisë Islame, si Bashkia Islame në përgjithësi, po mundohemi që të jemi afër kësaj kategorie. Dhe në kuadër të aktiviteteve që i kemi zhvilluar në këtë muaj, ku në këtë rast shfrytëzoj t'ju përshëndes dhe t'ju falenderoj gjithë juve, gjithë besimtarve, gjithë vëllezërve dhe motrave që e kanë nda nga pasuria e tyre dhe e kanë ndihmu shoqatën tonë, shoqatën bereqeti, me mbi 700 pako ushqimore për nevojtarët e komunës tonë, dhe fal kontributit tuaj, dhe fal sakrificës tuaj, dhe fal asaj që ju e keni ndarë nga pasunia juaj, na elhamdulillah me ndihmën e Allahut jemi mundu amanetin tuaj ta çojmë aty ku është më së e nevojshme. Të nderuar vëllezër musliman, në historinë islame përmenden shumë njerëz si ata që kanë shpenzu pasurinë në rrugën e Allahut, nikosisht edhe ata që nuk e kanë njoftë këtë punë. Allahu xhaleshanuhu përmend në Kur'an rastin e Karunit. Allahu i dha pasuri të madhe, i dha begati të madhe, i dha aq pasuri sa që në transmetime thuhet se pasuria e tij ishte aq e madhe sa që njerëzit nuk mund t'i bartnin qelcat e depove që kishte pasuri Karunin ato. Mirë po, cili ishte përfundimi i saj? Si përfundoi Karuni? Allahu na rujt, përfundim të keq, përfundim të mërshëm, këtë botë ishte shembull, po ku do të del para Allahu subhanahu wa ta'ala. Mirë po, me ardhjen e Islamit, me ardhjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mund të përmendim që në kohën vetëm të Omer ibn Abdulazizit, i cili ke si halife, thunë transmetime dikund më tepër se 2 vite, do të thotë 2 vite e gjysmë, 2 vite ashtu parafërsisht, në vitin e parë, dashti Allahu elhamdulillah, nga pasuria e të pasurve u paraqiten nevojtarët që Omer ibn Abdulazizi e dha dhe u shpërndai nevojtarëve këtë pjesë të pasurisë. Ndërsa vitin e dytë, dashti Allahu subhanahu wa ta'ala ishte grumbullu aq pasuri sa që njerëzit askush nuk u paraqit vitin e dytë që të merrte hakun e tij, sepse ishin barazu shtresat, sepse e kishin kuptu realisht fjalën e Allahut, e kishin kuptu realisht fjalën e Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam për barazi mesin e njerëzve dhe pasuria e pasunikut të merret dhe të shpërndahet dhe të ndahet për nevojtarët dhe kategoritë më të cilat Allahu azza wa jall në Kur'an thot bismillah, ku i përmend kategoritë se kujt i takon sadakatul fitri dhe zakati. Të nderuar vëllezër musliman, prej porosive të Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam e dim se në këtë na ka porosit me dhënien e sadakatul fitrit. Dhe sadakatul fitri është vajib dhe është obligim që duhet ta jep çdo musliman, i rritur apo fëmijë, i moshës madhore e kështu me radhë. Do të thotë, është kategori e cila krye plaku ose krye familjari është i obliguar që të ndan nga pasuria e tij një sa që është përmend
Dhe kjo sa kanë transmetimet shumëta, mirë po ne, elhamdulillah, i kemi lecu punët dhe i kemi kategorit se sa i takon dhënia e sadakatul fitrit. Dhe Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam me këtë rast ka kërku prej nesh që ta japim duke pas parasysh se gjithë ne jemi gabimtar. Gjithë ne mund të kemi pas lëshime gjatë këtij muajit. Prandaj edhe ipët kjo vlerë e sadakatul fitrit apo zakatul fitrit siç përmenden terminologjinë islame, në mënyrë që tjetë pastrim për ato ditë agjerimit, ato ditë të ibadetit që i kemi kalu në këtë muaj, që lusim Allahun dhe bëjmë dua që Allahu na pranon këtë sadak që bëjmë në emën Tij dhe njëherë tjetë pastrim që ky agjerim del para Allahut subhanahu wa ta'ala i pasër dhe tjetë ndërmjetësues për ne ditën kur do t'japim llogari. Karakter tjetër që ne, atë që do të doja të shtjelloja në këtu, është që kujt i takon sadakatul fitri dhe zakati. Allahu thot në Kur'an, innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakina wal amilina alejha, përmendën 8 kategori që Allah i ka përcaktuar në Kur'an se kujt i takojnë. Mirë po në mesin e këtyre 8 kategorive, unë do të doja t'i veçoja 2 kategori. E kategoria parë është ajo kategori e cila ka nevojë nga kjo sadak. Dhe kategoria e dytë është ajo kategori që ne si njerëz, si ymet, kemi nevojë nga këto. Kategoria parë nuk ka dyshim që ne nëse gjykojmë dhe shohim dhe analizojmë rrethanat dhe gjitha aktivitetet që i kemi bërë në këtë muaj të agjerimit, të Ramazanit, të Kur'anit, të ibadetit, shohim se jemi munduar të mbulojmë përmes shoqatës tonë bereqeti që funksionon në kuadër të Këshillit të Bashkisë Islame dhe në të kryesisë të Bashkisë Islame të Kosovës, jemi munduar të mbulojmë gjitha familjet që kanë qenë të nevojshme me këtë lloj të sadakës. Përmes imamëve tonë të rinj, jemi mundu që çdo familje që ka pas nevojë ta ndihmojmë jo një herë, por disa herë. Në mënyrë që ta vëmë pa atë solidaritetin tonë, ta kuptojmë realisht rëndësinë dhe peshën që i ka dhënë Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kësaj kategorie, sepse edhe vetë Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam thotë sadaka më mirë është ajo e cila jepet gjatë muajit Ramazanit. Sepse jemi me këtë natë që do të vijë, që do të pason, që është nata e Kadrit dhe inshallah bëjmë dua që ne të arrijmë këtë natë dhe të fitojmë nga ato mirësi, nga ato begati, nga ato të mira, nga ato shpërblime që Allahu i ka përcaktuar dhe na i ka garantuar në Kur'an, që thotë se nata e Kadrit është më e vlerë te Allahu subhanahu wa ta'ala se 1 muaj. Prandaj, në kuadër të kësaj, ne si Bashki Islame, ne si Këshill i Bashkisë Islame, jemi munduar që përmes sadakatul fitrit, jemi munduar që përmes sofrës të Ramazanit, t'ju gjindemi krah dhe t'ju ndihmojmë këtyre familjeve me nevojë. Kategoria dytë që do të doja përmendja këtu është kategoria që thash më herët, kategoria e cila ne kemi nevojë nga ajo. Dhe cila është ajo? Janë institucionet e Bashkisë Islame. Është Bashkia Islame e Kosovës që në kuadër të aktiviteteve të saja, në kuadër të punëve të saja. Ne kemi medresen Alaudin në Prishtinë në 2 paralelet e saj, në Prizren dhe Gjilan, duke marrë parasysh që aty kemi më tepër se 1000 nxënës, cilët e mësojnë fjalën e Allahut, cilët e mësojnë Kur'anin, vëllezër muslimanë dhe motra të nderuara, të cilët nesër janë pikrisht ata cilët do të ndihmojnë, do të solidarizohen dhe do t'ju gjindën përballë gjithë njerëzve të vendit tonë. Prandaj, në kuadër këtyre kemi edhe Fakultetin e Studimeve Islame,
Kemi tashmë institutin për hulumtime shkencore, kemi institutet për hifz, që elhamdulillah kemi shumë të ri dhe të reja që na dalin nga këto institucione, dhe pikrisht jemi ne jemi ata muslimanë kësaj treve dhe gjitha trevave që e kemi mbajt ndër vite bashkësinë islame, i kemi mbajt ndër vite këshillat e bashkësisë islame. Dhe ndër ne ka ra një përgjegjësi jashtëzakonisht e madhe para Allahut subhanahu wa taala, që amanetin tuaj, zakatin tuaj, sadakën tuaj dhe çdo ndihmë që ju e keni paraqitur tek ne, inshallah ne jemi munduar që t'ja gjejmë vendin më të mirë dhe vendin më adekuat që të arri inshallah aty ku e ka dhe vendin më të mirë. Prandaj vllazën musliman, në këto ditë të fundit, në këto ditë që Allahu ka garantuar mirësitë mëdha, ne të bëhemi bashkë, të solidarizohemi, të bashkëpunojmë, të duam njëri tjetrin, të vllazërohemi, sepse ky është amanet, kjo është porosi të ke fundit edhe Allahut azza wa jalla në Kur'an, ku thot bismillah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dhe bashkohuni dhe kapuni halk pas halk, dhe mos u përçani, jo musliman. Kështu na don Allahu subhanahu wa taala. Neve na don të bashkuam, neve na don që t'jemi afër njëri tjetrit, sidomos gjatë këtij muajit të Ramazanit, solidarizohemi, sepse kjo është tek e fundit kërkesë kuranore dhe porosi e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nëse i referohemi jetës së sahabëve, nëse i referohemi jetës së tabiinëve, të bejtabinëve, nëse i referohemi dinastisë Abbasite, Emevite dhe gjitha tjerave që kanë ardhur në vazhdimsi, e dim se janë mundu që gjitha aktivitetet, se ne e dim edhe një fakt, që kur është bë obligim zakati, është bë obligim vitin e 2 hijri, atëherë kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kaloi në Medinë. Dhe nga aty është kriju Beitul Mal, ose si themi ndryshe, shtëpia e tubimit të këtyre mjeteve, cilët pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i kishte angazhu disa prej sahabëve që të shkonin edhe të kërkonin nga pasuria e pasunikëve dhe të merrnin sasin, nisabin, se do të ketë nisab ai i cili është i obliguar me zakat, dhe me këtë rast nga ajo vlerë të merrej të deponohej në Beitul Mal, ku nga aty do të bëhej shpërndarja e barabartë për gjitha kategoritë cilat Allahu i ka parapa në Kur'an. Do të thotë, kjo është vazhdu në vazhdimsi prej Ebu Bekrit, prej Omerit, prej Othmanit, prej Aliut, prej sahabëve, prej gjeneratave të mëvonshme, deri në ditët e sodit, dhe ne po mundohemi që të përcjellim këtë mesazh që përmes sadakatul fitrit, përmes zakatul fitrit ndryshe, përmes dhënjes së zakatit, ne kemi mundësi që të funksionojmë më mirë. Të kemi mundësi që përmes kësaj vlere, t'jemi të vllazëruar, t'jemi të bashkuar, dhe njëkohësisht përmes kësaj t'ju gjindemi krah dhe ballë nevojtarëve të vendit tonë, që bëjmë dua, lutim Allahu xhalla shanuhu, nga ky muaj inshallah dalim të falur, nga ky muaj dalim inshallah të penduar, nga ky muaj dashur Allahu subhanahu wa taala dalim të shpërblyer, ashtu siç ka garantuar Allahu xhalla shanuhu për ata që agjërojnë, duke pas parasysh shpërblimin e Allahut, duke i plotësuar gjitha kushtet e agjërimit, duke e shoqëruar agjërimin me namaz të ditës dhe të natës, duke e shoqëruar agjërimin me lexim të Kur'anit, duke e shoqëruar agjërimin me sadakë dhe me zakat. Ne shpresojmë fuqishëm që rahmeti i Allahut është shumë i madh. Dhe ne shpresojmë në fjalën e Allahut ku dhe Allahu ka thënë: "Kulu washrabu haniyan bima aslaftum fil ayami khaliya." Nesër kur do të ringjallemi, dhe nesër kur do të dalim para madhnisë të Allahu xhalla shanu,
për me dhënë llogari. Dhe një prej pyetjeve që do t'i bëhet çdo besimtar dhe çdo krijese është se pasurinë tënde si e ke fituar dhe ku e ke harxuar. Bëjmë dua që ajo pasuri të jetë e fituar halal dhe të jetë e shpërndar halal. Prandaj po thot Allahu kulu washrabu haniyan bima aslaftum fil ayami khaliya, hani, pini, kënaqnu në xhennet për shkak të ditëve të numruara që përderisa ishit në dynja. Dhe cilat janë ato ditë të numruara në dynja? Ditët e numruara në dynja janë ditët e agjerimit, ditët e ibadetit, ditët e sadakës dhe zakatit, ditët e humanizmit, ditët e vllazërilëkut. Dhe për hir të këtyre Allahu subhanahu wa taala po na bën këtë myshdë, po thot kënaquni në xhennet. Me begatit, xhennet pa shqetësime, xhennet pa smundje, xhennet pa probleme, xhennet moshën rinore. Mu kënaq me begatit e Allahut subhanahu wa taala pa kufi. Prandaj për hir të atyre ditëve që ne i kemi jetu duke ndalë vetëm prej ushqimit, duke ndalë vetëm prej pijes, duke ndalë vetëm prej thashëthënëve dhe veprave të liga, dhe duke ato i zavëncu me tëube, me istikfar, me punë të mira, po thot Allahu subhanahu wa taala, sot kënaquni në xhenetet e mia. Sot shpërndahuni andej e këndej dhe kënaquni për hir ditëve që i keni jetuar në dynja dhe i keni lënë gjithçka vetëm e vetëm që të arrini shpërblimin e Allahut. E dihet fort mirë se Allahu ka garantuar shpërblim të jashtëzakonshme, pa ka ndarë në agjerim. Po thot Allahu, agjerimin që ju e bëni vetëm për mua dhe unë shpërblimin e ti nuk e përshoj. Sepse shpërblimin e ti do ta merrni vetëm atë ditë kur do të delni para Allahu xhaleshanu. Të nderuar vëllezër musliman, të nderuara motra, me këtë rast lut Allahun xhaleshanu nga zemra që të na falë dhe të na mëshiron. Na bën për atyre besimtarëve që nesër ku do të dalim para Allahu xhaleshanu, agjerimi ynë, namazi ynë, kurbani ynë, sakrifica jonë, pasuria jonë që kemi shpenzu në emën të Allahut subhanahu wa taala dhe ju kemi dalë në ndihmë si nevojtarëve, si institucionit për funksionimin sa më të mirë dhe sa më të drejtë, Allahu xhaleshanuhu na mundsof përmes këtyre veprave inshallah që ai të jetë razi me ne. Allahu na mundsof që përmes këtyre veprave të bën shefat mbi ne pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Allahu na mundsoft që edhe neve si besimtar, si musliman, të ndërmjetësojmë për familjarët tonë atë ditë ku do të kemi mas shumë të nevojë. Atë ditë që do të largohet çdo kush për njëri tjetrit, por do të kenë mundësi të bëjnë shefat, të kërkojnë ndërmjetësim të Allahu xhaleshanuhu, besimtarët e drejtë, njerëz e drejtë, pejgamberët e Allahu xhaleshanuhu. Veprat tona do të na parandalojnë për mos me hyrë në xhehenem. Prandaj e lusë Allahu xhaleshanuhu, masi që veç jemi këtë fazën e fundit të agjerimit, agjerim të pranuar inshallah. Lusë Allahu xhaleshanuhu, kjo pandemi Allahu ta largon sa më shpejt prej vendit tonë, prej mejliseve tona, që ne t'ju kthehemi xhamiave tona në mënyrën më të mirë, që ne t'ju kthehemi mejliseve tona në mënyrën më të mirë, që ne t'ju kthehemi institucioneve tona në mënyrën më të mirë, që fëmijët tonë të kthehen në për shkolla, të vazhdojnë mësimin se është amanet dhe përgjegjësi nga ana Allahu që ata të jenë të edukuar dhe të formuar, dhe me këtë rast bëjmë dua inshallah gjithë këto lutje që i bëm, Allahu na shpërblen bashkarisht. Këtë rast shfrytëzoj rastin që ti falenderoj edhe këta djem, elhamdulillah, që kanë bërë një punë të madhe të televizionit të Opojës, që jenë gjetë afër nesh dhe jenë mundu mesazhet tona ti përcjellin tek ju të nderuar vëllezër musliman. Jemi mundu që në këto ditë ta begatojmë këtë emision, të jemi në çdo familje me mundësitë tona aq sa kemi, e inshallah subhanahu wa taala Allahu xhaleshanuhu na mundson që në takime të radhës të jemi ende më të mirë, të jemi ende më shpesh, ta begatojmë këtë emision vetëm me ndihmën e Allahut xhaleshanuhu. Me këtë rast ju përshëndes të gjithëve dhe dashur Allahut na pranon këtë agjerim.
Walhamdulillahi Rabbil Alamin.